Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Përshëndetje, sot do të përgatisim një drekë të thjesht. Në tavën ton do ta lyejm me pak vaj dhe do të hedhim makaronat të cilat i kemi zier më parë. Ne i kemi zgjedhur këtë formë, por mund ta bëni edhe me makarona tipike për pasticcio, si ato me vrim apo petashuqet. Në tavën me vaj pra do të hedhim makaronat dhe më tej do të përgatisim pjesën tjetër. Mund ta bëni me 2 shtresa ose me 1 si në rastin ton. Makaronat ndërkohë ftohen në tavë dhe në enën tjetër, në një tigan, ne do të përgatisim pjesën e dytë. Mund të jepni edhe pak vaj sipër në mënyrë që mos ngjisin me njëra tjetrën dhe të ftohen me kujdes. Kemi mishin e pulës, një gjoks, e presim në kubik, në copa të mëdhaja, ose mund ta prini edhe në shirita, në varësi të dëshirës që keni. Unë e kam prerë në mënyrë të tillë në kube të mëdha dhe do ta kaurdis në një tigan me pak vaj ulliri. Mishi i pulës në këtë rast është pak i ngrirë në mënyrë që të prihet lehtë dhe të mos ketë atë ngjitje në sipërfaqen e punës apo tek thika. Tiganin e kemi në zjarr, i hedhim pak vaj ulliri dhe do ta kaurdisim mishin. Copat e mishit të pulës i kemi prerë të mëdhaja, pra që të dallojnë në pjesën e pasticës kur të piqet. Kaurdiset me ngadalë në temperaturë mesatare. Më tej do të shtojmë edhe erëza sipas dëshirës, mund të shtoni vetëm piper të zi dhe krip ose dhe aroma të ndryshme siç janë keri apo turmeriku. Pasi kaurdiset pula, mund t'i shtojmë edhe kripën dhe piperin e zi dhe i lëm dhe pak minuta me zjarr të ngadalë. Në vend të gjoksit të pulës mund të bëhet edhe me pjesën tjetër të pulës, jo vetëm me pjesën e gjoksit. Ose mund t'i shtoni në këtë mënyrë dhe pak perime nëse nuk i gjendet në sasi e mjaftueshme e mishit të pulës. I hedhim sipër mbi makarona copëzat e pulës, e ndërkohë në po të njëjtin tigan ne do të bëjmë edhe pjesën e saltës apo kremi që do ta hedhim lart. I hapim lehtë mbi sipërfaqe në mënyrë që kur të hidhet salca dhe të piqet normalisht dhe një trajtësisht e gjithë pjesa e pulës dhe makaronave që do të bëhet pasticcoja. Në tiganin ton do të hedhim një lugë me gjallë, do të hedhim një lugë me miell, edhe do ta kaurdisim si bazën e salcës bechamel. Shtojmë edhe qumësh, pak nga pak, na duhet rreth 500 ml qumësh dhe djath kaçkavall të grirë. Këtu për aromë të shtoni dhe arën moskat dhe piperin e zi. Ara moskat i shërben shumë kësaj arome, kësaj salce, sepse i jep atë shijen tipike të salcës bechamel. Ne nuk do ta bëjmë shumë të trash, do ta bëjmë të hollë në mënyrë që edhe kur të piqet të lidhet me makaronat e pasticës. Në këtë mënyrë kështu siç është, mund t'i shtoni edhe një të verdh veze, sepse i jep më shumë shije dhe ngjyrë dhe e bën edhe më të mirë. Salca do të jetë hollë, pra nuk duhet të jetë trashë, do ta hedhim mbi pjesën tjetër, mbi makaronat, mbi të cilat kemi hedhur edhe gjoksin e pulës të kaurdisur. Nëse doni ta bëni edhe për më shpejt, thjesht mund të përzieni vezët me qumshin dhe me pak miell dhe mund t'ja hedhni sipër. Ose si në rastin ton që kishim edhe më shumë kohë dhe e bëm në mënyrë të tillë si një salcë bechamel e hollë. Ndërkohë furrën e nxejmë paraprakisht në 200 gradë. Dhe kështu siç është, tavën e kemi gati, por mund t'i shtoni sipër edhe pjesën e mbetur të kaçkavallit, sepse i jep një ngjyrë të këndshme kur piqet dhe një shije më të mirë. Ose kaçkavall ose djath të bardhë nëse nuk ju gjendet. Kështu siç është e pjekim dhe na duan rreth 30 minuta në temperaturën 200-220 gradë në varësi të sobës. Ashtu siç mund të ta piqni zakonisht një tavë me perime apo me mish. Tava jonë është gati pasi është pjekur për rreth 30 minuta. Në temperaturën 220 gradë Celsius, e lëm të ftohet pak dhe e presim në racione të ndryshme. Mund të përgatitet në këtë mënyrë 6 apo 8 pjesë në këtë tavë që kemi ne.
e servirim në pjata dhe e shijojmë. Nëse ju dhe ju pëlqen pastiçoja, na lini komentin tuaj më poshtë, a ja keni provuar ndonjëherë me copozat e pulës apo me gjoks pule, apo keni bërë me perime në mënyra të ndryshme. Mund të shkruani komentin tuaj dhe na lini sugjerimet sipas dëshirës. Ju falenderojmë shumë që na ndiqni. Pastiçoja jon sot ka dalë fantastike me një aromë të mrekullueshme. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.